në një prej perlave më të bukura të Rivierës shqiptare. Aty ku deti jon shtrihet përballë peizazhit magjepsës të Drimadhes, ndodhet Iconic Mediterranean Hotel, një destinacion që ndërthur luksin, natyrën dhe eksperiencat e veçanta. I konceptuar për ata që kërkojnë më shumë se një pushim tradicional. Iconic ofron një atmosferë ku çdo detaj është menduar për ta kthyer qëndrimin në një eksperiencë të paharrueshme. Arkitektura, e cila është e veçantë si jashtë dhe brenda, hapësirat elegante, shërbimi dhe panorama e Rivierës krijojnë një kombinim që të fton të shkëputesh nga rutina dhe të shijosh çdo moment. Por këtu vera nuk është vetëm det dhe diell. Në Iconic Mediterranean Hotel, mbrëmjet marrin një tjetër dimension përmes muzikës dhe eventeve live. Ishim me fat që këtë herë gjetëm aty këngëtarin Sani Dimitri, një prej këngëtarëve më të mirë të muzikës greke, por që ka bashkëpunuar edhe me këngëtar shqiptar. Një mbrëmje ku muzika, deti, dritat dhe energjia e publikut bashkohen në një skenë të vetme, duke krijuar atë atmosferë që e bën një natë vere të mbetet gjatë në kujtesë. Ακόμα μια φορά χτυπάει η καρδιά, σ' αγαπάω ακόμα. Për këtë arsye, një pjesë e rëndësishme e hotelit i është dedikuar mirëqenies, relaksit dhe kujdesit personal. Hoteli ofron një spa, ku përfshihen ambiente si sauna, hamami, dhoma e avullit, dhoma e kripës, dhomat e relaksit, dhomat e masazhit dhe dushet emocionale. Gjithashtu hoteli disponon pishinë të brendshme dhe pishinë të jashtme, palestër si edhe beauty salon, duke krijuar mundësi të ndryshme për mirëqenie, aktivitet dhe relaks gjatë qëndrimit. Pas gjithçka të bukur, fshihen patjetër njerëz të cilët kanë dhënë shpirtin, idetë e tyre dhe gjithçka tjetër për të nxjerrë në pa këtu një prej hoteleve më të mira të Rivierës shqiptare, sikundërsh ky hotel në të cilin jemi ne tani. Unë këtu do të me Anën, arkitekte, një ndër arkitektet e hotelit. Përshëndetje Ana, faleminderit juve që na mirëpritët. Shiko, ajo që më bëri kurioz është fakti që ka një arkitekturë shumë interesante të ndryshme jashtë, por që po ashtu njëjta gjë është edhe brenda kësaj godine. Si lindi ky lloj koncepti dhe pse? Duke u nisur që nga arkitektura mesdhetare, bashkohore, domethënë kemi menduar të bëjmë diçka, një ndërlidhje, një ndërthurje të hotelit, të jetesës aktuale, por edhe klientët tanë të ndihen rehat. Dhe që janë ndjerë rehat dhe këtë kemi parë, dhe janë super rehat. Për këtë na besoni, janë ndjerë shumë komod, sikur ishin në shtëpinë e tyre dhe ne kur i pyestim që është hera e parë apo jo, disa ishin herën e parë dhe sillin e kishin sikur kishin vite dhe një jetë të tërë këtu. Po jemi munduar shumë që edhe klientët tanë të ndjen të ngrohtë apo vinë, sepse kur vinë njerëzit vinë të relaksohen, vinë të kalojnë disa ditë ndryshe nga puna, nga jeta monotone. Kur të vi dikush do që të rri rehat, të gjetë qetësinë e munguar të sezonit të gjatë punë patjetër. Neve jemi munduar që e gjithë kjo të ketë identitetin e saj. Ashtu sikur jemi dhe ne, okay, mund të kemi ndryshime të vogla, por gjithmonë për më mirë. Jo që të ndryshojmë, domethënë të bëhet e bardha në të zezë apo anasjelltas. Jemi munduar çdo gjë ta kemi autentike, atë identitetin ton që kur të thuhet po shkoj te Iconic Mediterranean Hotel, dihet se po patjetër, dihet se çfarë të pret. Druri ka qenë një nga elementët kryesor të këtij projekti. Për materialet dhe realizimin e shumë prej elementeve të mobilimit kemi bashkëpunuar edhe me partner nga Kosova, duke përdorur dru cilësor si ara dhe lisi. Një nga veçantitë e këtij projekti është se pjesa më e madhe e elementeve të mobilimit dhe detajeve të interierit janë projektuar dhe realizuar nga ne. Kjo na ka dhënë mundësinë të kemi kontroll të plotë mbi çdo detaj, nga projektimi dhe përzgjedhja e materialeve deri te përpunimi dhe realizimi final. Sa i përket akomodimit, hoteli është konceptuar për t'u përshtatur kategorive të ndryshme të klientëve. Është krijuar një larmi tipologjish akomodimi duke përfshirë dhoma të përshtatshme për çifte, familje dhe grupe, suita, si dhe connected rooms, të cilat janë një zgjidhje shumë praktike për familjet që dëshirojnë të qëndrojnë pranë njëri tjetrit, duke ruajtur njëkohësisht privatësinë e tyre, theksoi arkitektja. Nëse do t'i drejtojmë një audiencë ose atyre pushuesve të cilët e dëgjojnë për herë të parë
përmes një mesazhi, pse duhet vinë këtu në Iconic? Duhet vinë Iconic që të jenë Iconic. Që të jenë Iconic, o sa e bukur ishte kjo, kishte gjithë klientët tanë janë Iconic dhe është eksperiencë ndryshe, është hotel shumë ndryshe nga gjithë hotelet që ndodhen këtu në Shqipëri, është një përzierje mesdhetares. Domethënë, nuk ke nevojë të shkosh, po, larmishmëri, nuk ke nevojë të kalosh kufirin, thjesht haje tek Iconic edhe ndihesh si jashtë. Këtu do rrisonte unë. Kjo ishte shumë. Shiko, ajo që vura re, pra, domethënë, janë elementë të cilët mund t'i gjesh, por në mënyrën se si i gjen këtu është krejt ndryshe. Pra dhe kjo e bën goxha të veçantë, sepse vas ka kudo një shtrat, një tjetër, por nuk e di, këtu ka një lloj harmonie me muret, me gjithçka tjetër që e bën më të bukur dhe më të veçantë. Jemi munduar të bëjmë një ndërthurje të organikës, të elegancës, të modernës, domethënë një ndërthurje, e gjithë kjo është një ndërthurje, po një ndërthurje harmonike, bukuronike, Iconic. Dhe mban shumë ikonike dhe ka shumë aktivitete. Kështu që Ana nuk po e mbajmë më gjatë. Ana, faleminderit dhe komplimente për këtë mrekulli që keni bërë në Rivierën tonë shqiptare. Ju mirëpresim herën tjetër. Faleminderit. E janë të gjithë. Edhe gastronomia është pjesë e kësaj eksperience. Kuzhina sjell shije të kuruar, produktet përzgjedhura dhe një menu që plotëson atmosferën e një destinacioni premium. Shef Olsi, mirë se të gjetëm. Përshëndetje. Faleminderit për këtë pritje shumë të veçantë, po themi kështu, që besoj keni për gjithë klientët. Dhe ne pak më përpara e thamë edhe për publikun që pjesa më e rëndësishme e një hoteli të tillë patjetër është edhe kuzhina, apo jo? Sa e vërtetë është kjo? Mund të ulemi. Shumë e vërtetë. Dhe gjithmonë mirëpritja vazhdon tek ushqimi. Gjithmonë dashuria e jetës vazhdon gjithmonë tek stomaku dhe aty vazhdon çdo gjë tek hoteli jonë. Çfarë gjejnë klientët në restorantin tuaj dhe cili është, po themi, specialiteti që klientët e kërkojnë një herë dhe rikthehen prapë për ta provuar shijen e kuzhinës? Klientët deri më sot gjithë çfarë kanë ardhur janë klientë të përsëritur dhe çdo gjë që ato gjejnë këtu është e freskët. Ne nuk gatuajmë asnjë ushqim të ngrirë, siç bën shumica lokaleve nga Kosta ose nga gjëra të tilla. Të vazhdu me një ceviche koce të egër, me një risotto. Pra këto që kemi në tavolinë. Po. Me një risotto me vjol, lajm dhe shafran. Kemi një sallatë ikonike e cila është e bërë me një salmon të freskët, i ardhur direkt nga Norvegjia, që e bëjmë nga Valax. Nga Norvegjia. Nga Norvegjia. Çdo gjë që është në tavolinë është e freskët. Kjo është veçoria e lokalit tonë dhe prandaj shumë klientë na kanë zgjedhur, na kanë besuar dhe ja ku jemi sot në një lokale on top në jug. On top në jug, dhe kjo është shumë e vërtetë. Ne kemi parë gjatë gjithë ditës sot. Shef Olsi, sa e vështirë është që në kuptimin e përgjegjësisë dhe përgjegjshmërisë që duhet kesh ti si shef bashkë me stafin për t'ju përgjigjur një ambienti të tillë si kundër është Iconic Mediterranean Hotel. Vështirësia është shumë e madhe sepse klientët janë gjithmonë, çdo klient i ri ka veçori të reja, kërkon diçka të re, kërkojnë pjata të reja dhe ne gjithmonë jemi në inspektim, gjithmonë e krijime të reja pjatash, çfarë kanë kërkuar, e kemi bërë, kemi shpikur vetë dhe gjithmonë me anë të ndihmës stafit tim gjithmonë, sepse vetëm s'do kisha arritur kurrë. Jemi këtu ku jemi sot. Nga mëngjeset pranë detit, te ditët e qeta në ambientet e hotelit, nga relaksi në spa, të mbrëmjet me muzikë live, tek çdo dhomë me kujtime të paharrueshme. Iconic synon të ofrojë një pushim ku çdo orë ditës ka atmosferën e vet. E mbi të gjitha, të largohesh me kujtimet e një vere të përjetuar ndryshe. Por duhet jesh me fat për të gjetur një vend aty.